Ke dhimbje gjuri, kjo recetë zhduk dhimbjet si me dorë. Lëkura e limonit mund të ndihmojë në shërimin e dhimbjeve dhe plagëve. Konsumimi i limonit në mënyrë të rregullt mund të ndihmojë në funksionimin e mirë të shëndetit të mëlçisë, stomakut, të zorrëve dhe të gjithë sistemit imunitar. Limoni shërben edhe si një qetësues i mirë i dhimbjeve të kyçeve. Lëkura e tij mban mikrobet larg dhe gjethet e tij trajtojnë temperaturën. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhet të vendosni lëkurat e limonit në një kavanoz qelçi dhe më pas shtojini pak vaj ulliri. Mbylleni kavanozin dhe lëreni ashtu për 2 javë. Pasi të ketë kaluar kjo kohë, do të jetë gati për përdorim. Vajin mund të aplikoni në vendin ku ju ndjeni shqetësime dhe lëreni për 1 natë. Pastaj e grini pjesën e verë të lëkurës së limonit duke lënë për 2 orë. Në mënyrë që përgatitja të ketë sa më shumë efekt, këshilloj që të përdorni dhe fashë gjatë vendosjes së masës.